Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar ashpërpas padisë së Unionit të Gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese për rritjen e pagave në sistemin e drejtësisë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë akuzon gjyqësorin për ndërhyrje në kompetencat e pushtetit ekzekutiv, duke e cilësuar këtë veprim si skandaloz. Rama shpreh se kjo është hera e dytë që gjyqtarët kërkojnë rritje rrogash përmes një vendimi gjyqësor dhe jo përmes institucioneve përkatëse të qeverisë dhe kuvendit. Një përplasje e re mes pushtetit ekzekutiv dhe sistemit të drejtësisë është ndezur këtë javë mes Unionit të Gjyqtarëve, të cilët kanë depozituar një padi në gjykatën kushtetuese të kërkuar rritje të pagave për gjyqtarët në vijim të rritjes së pagave të administratës publike, por reagimi i qeverisë ka qenë menjëhershëm dhe i ashpër. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka akuzuar Unionin e Gjyqtarëve për ndërhyrje skandaloze në kompetencat e qeverisë. Ai kujton se kjo nuk është hera e parë që kërkesa të tilla bëhen përmes kushtetutës, duke përmendur një rast të ngjashëm në vitin 2022 ku sipas tij gjyqtarët kërkuan një pagë bazë fikse të garantuar pavarësisht strukturës së përgjithshme të pagave në administratë. Rama theksoi se rritja e pagave është një kompetencë ekzekutive dhe kuvendit, ashtu si çdo demokraci funksionale dhe jo një vendim që mund të merret përmes gjykatës. Sipas Unionit, kjo republikë do të jetë vetmja në botë ku gjykatësit nuk lejojnë rritjen e pagave të administratës, sepse në Shqipëri rrogat e tyre nuk rriten me vendim të qeverisë dhe parlamentit, por me gjyq, shkruan kryeministri. Në përfundim të reagimit të tij, Rama dërgoi një mesazh të qartë dhe për anëtarët e gjykatës kushtetuese, të cilët pritet të shqyrtojnë çështjen në seancë plenare. Ai shprehet se nuk do të pranojë më në heshtje, ashtu si në rastet e mëparshme, atë që e cilësoi si abuzim me mbështetjen e qeverisë ndaj drejtësisë. Uroj shumë që shakaja e hidhur e herës së parë të mos përsëritet, sepse heshtja ndaj çdo abuzimi nuk është më një opsion për ne, përfundon kryeministri Rama. Padia e Unionit të Gjyqtarëve është pranuar për shqyrtim nga gjykata kushtetuese dhe tashmë çështja është caktuar për të diskutuar në seancën plenare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar një video ku pretendon se qeveria ka ndërhyrë në mënyrë të palishme në procesin zgjedhor duke u marrë kartat e identitetit të disa pensionistëve me qëllim që t'i pengojë të votojnë për opozitën. Ai akuzon qeverinë për manipulim të procesit dhe deklaron se strukturat e Partisë Demokratike janë të angazhuara për të dokumentuar çdo shkelje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuza të rënda ndaj qeverisë, të cilën e akuzon për ndërhyrje të drejtë për drejtë në procesin zgjedhor. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Berisha pretendon se disa pensionistëve në vend u janë marrë kartat e identitetit me mënyrë të qëllimshme për të ndalur të votojnë për opozitën në zgjedhjet e fundit. Këto janë karta identiteti të hedhura për tokë në Petrel ditën e votimeve. Këto janë me fotografi, janë me numër, janë me të gjithë elementet e një karte identiteti. Këta persona janë përjashtuar nga votimi, ose me kartat e tyre kanë votuar të tjerë. Por të gjitha këto krime mbrohen nga Altin Troplini. Sipas Berishës, kjo përbëj një formë të re të presionit dhe manipulimit elektoral që synon të deformojë vullnetin e qytetarëve. Ai deklaroi se të gjitha strukturat e Partisë Demokratike janë angazhuar në terren për të identifikuar dhe verifikuar çdo rast të tillë, si dhe për të dokumentuar çfarë ai e konsideron si një farsë elektorale e dirigjuar nga pushteti. Ne kërkojmë të faktojmë çdo shqiptari dhe mbar komunitetin ndërkombëtar se cilat ishin zgjedhjet, cila ishte farsa e narkoshtetit. Në këtë kontekst, pra kjo betejë është sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare, kjo përpjekje. Dhe një tjetër akuzë e rëndë e ngritur nga kryedemokrati kishte të bënte me vëzhguesit ndërkombëtar. Sipas tij, këta të fundit janë vënë në presion në segmente të caktuara për të ndikuar në përmbajtjen e raportit përfundimtar të zgjedhjeve. Kjo që po ndodh këtu është një përgjigje ndaj trillimeve, mashtrimeve, dizinformimeve që pseudo-intelektual, mercenar, të paguar nga krimi, të lidhur me krimin edhe në shkurën e tyre më të lartë, përpiqen çdo ditë të sfumojnë, përpiqen çdo ditë të mbrojnë farsën elektorale të Edi Ramës dhe të fajsojnë opozitën si përgjegjëse për farsën. Në të njëjtën deklaratë, Berisha komentoi dhe procesin për zgjedhjen e kreut të Byros Kombëtare të Hetimit, duke theksuar se sipas tij gara nuk është transparente dhe është ndikuar politikisht.
Partia Socialiste ka vendosur të ofrojë deputetëve të rinj një trajnim të strukturuar përmes hyrjes në parlament. Nën kujdesin e kryeministrit Edi Rama, do të nisë në 20 qershor një sesion i posaçëm i Akademisë Politike për 53 deputetë të rinj që dorën fituese në zgjedhjet e 11 majit. Vera do të jetë ngjeshur për 53 emra të rinj që do të përfaqësojnë mazhorancën në legjislaturën e ardhshme. Kryeministri Edi Rama ka vendosur që përpara se të ulen në bankat e kuvendit, deputetët e sapo zgjedhur të ndjekun një trajtim intensiv në kuadër të një sesioni të posaçëm të Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Nisma u konfirmoi gjatë takimit të dytë pas zgjedhor të mbajtur në 26 maj në ambientin e Pallatit të Brigadave, ku shefi i qeverisë kërkoi që përgatitja e përfaqësuesve të rinj të jetë e gjithanshme dhe e bazuar në praktikat më të mira parlamentare. Shkolla do të hapë dyert 20 qershor dhe do të zgjasë deri në fund të korrikut, me leksione që do të zhvillohen çdo fundjavë në selinë e Partisë Socialiste. Pjesë e këtij trajnimi do të jenë edhe 9 ministra aktual, të cilët do t'i nënshtrohen moduleve për përmirësimin e platformës dhe njohjen më të thellë të legjislacionit. Në rolin e mentorëve do të jenë disa nga figurat me përvojë të gjatë politike e parlamentare të Partisë Socialiste, ndërto Fatmir Xhafaj, Niko Peleshi dhe Erion Braçe, që do të ndajnë me brezin e ri sfidat dhe eksperiencat e jetës parlamentare, si dhe modelet e komunikimit me publikun dhe grupet parlamentare. Qëllimi i programit është të pajisë deputetët e rinj me njohuri të nevojshme për të përmbushur detyrimet e tyre kushtetuese, të nënkuptojnë rolin ligjvënës dhe të ndërtojnë marrëdhënie të qëndrueshme me qytetarët që i kanë votuar. Në fokus do të jetë gjithashtu dhe njohja e procesit të integrimit evropian dhe përfaqësimit diplomatik i Shqipërisë në organizimin ndërkombëtar. Në këtë pjesë, leksionet do të mbahen nga ish-ministra e jashtme Olta Xhaçka dhe ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Andea Pyrdeni. Shkolla verore konsiderohet një hap i rëndësishëm nga Partia Socialiste për të investuar në përgatitjet politike të brezit të ri parlamentar me synim që kuvendi të fitojë jo vetëm në përfaqësim numerik, por edhe në cilësi dhe përmbajtje debati. Ecim me të tjera informacione. I penduari i drejtësisë Artan Tafani ka rrëfyer para gjykatës së posaçme 3 ngjarje të rënda kriminale, për të cilat thonë se janë urdhëruar nga kreu i grupit kriminal Lajert Haxhiu. Dëshmitë e tij përfshin një vrasje të kryer për hakmarrje, një plagosje të qëllimshme dhe një grabitje me armë, ku përdorimi i uniformave false të policisë synonte të fshinte gjurmët e autorëve. Një tjetër dëshmi të rënditse është bërë publike në gjykatën e posaçme nga Artan Tafani, i cili ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë në shkëmbim të lehtësirave penale. Në rrëfimin e tij të dytë, ai tregon detaje të tmerrshme nga ngjarja kriminale të urdhëruara sipas tij nga Lajert Haxhiu, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Sipas Tafanit, vrasja e Albi Bashaliut, 35 vjeç, në 27 dhjetor të vitit 2021 në fshatin Gjonçaj të Peqinit, ishte një nder i bërë nga Lorenz Lala, i njohur si Lili, një bashkëpunëtor i ngushtë i Haxhiut dhe njëri i besuar i Sajmir Taulllaut. Lajrti na tha se kjo duhej bër. Ishte ora 4 e mëngjesit. Kishim 2 armë, njëri me silenciator. Kur e qellova ishim të përgatitur për çdo detaj. Pastaj dogjëm makinën e përdorur dhe u largua me një tjetër që e kishim lënë më larg, tha Tafani në sallën e gjyqit. Sipas tij, shpërblimi për vrasjen nisi me një shumë prej 30.000 eurosh dhe u plotësua më vonë në 50.000 euro. Parat i morën pjesë-pjesë, një shumë edhe babai i Lajertit Qamili, tha i penduari, por dëshmia e Tafanit nuk mbaron me kaq. Ai rrëfeu dhe një plagosje të rëndë të ndodhur në prill të vitit 2022 në qytetin e Lushnjës, ku viktim mbeti Kujtim Meta, 44 vjeç. Qamili e kishte ngritur çështjen se Kujtimi e kishte goditur me grusht. Donim ta eliminonim pa zhurmë, ndaj vendosëm ta qellonim me thik, por më pas e qellova me armë, teksa ishte ulur në një lokal. Tha Tafani, ai përshkroi skenën me detaje, duke treguar se kishte përdorur 8 fishek dhe qelloi disa herë, ndërsa Meta përpiqej të largohej mes tavolinave dhe trotuarit. E godita dhe nga mbrapa, po përpiqesha ta shënjëstroja sakt. E mora vesh nga lajmet që e kishin zënë një plumb në bark. Mëtej, Tafani rrëfeu dhe një grabitje në armë, ku ai dhe personat e tjerë të grupit të Haxhiut, të maskuar si efektiv policie, ndaluan një çift të ri dhe nën kërcënimin e armëve u morën makinën tip Benz. Të gjitha episodet sipas dëshmisë së tij janë realizuar me të njëjtën armë dhe me të njëjtin automjet. Drejtësia po heton për të verifikuar elementet e kësaj dëshmie dhe lidhjet e grupit kriminal me ngjarjet e pasbardhura në Peqin, Lushnjë dhe Elbasan. 2 të kërkuarit për vepra të rënda penale do të ekstradohen këtë të mërkur nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt Shqipërisë. Bëhet fjalë për Dashnor Dumanin, vëllain e Nureddin Dumanit dhe për Armis Stafën të lidhur me aktivitetin e grupeve kriminale në Elbasan. Të dy janë arrestuar në Dubai dhe pritet të mbërrinë në Tiranë brenda ditës. Spak nga ana tjetër i konsideron ato pjesë
kyçe të hetimit në disa ngjarje të bujshme kriminale në vend. Operacioni për ekstradimin e dy të shumë kërkuarve të drejtësisë shqiptare, Dashnor Dumani dhe Armi Stafa, është drejt finalizimit dhe pritet të përfundojë brenda kësaj të mërkure. Të arrestuarit në Emiratet e Bashkuara Arabe do të përballen me drejtësinë shqiptare menjëherë pas mbërritjes në Tiranë. Dashnor Dumani, vëllai i të shumë përfolurit Nurettin Dumani, është i dënuar për armbajtje pa leje, por ndaj tij rëndojnë edhe akuzat të tjera të rënda nga gjykata e posaçme, si pjesëmarrja në masakrën e Bradasheshit në vitin 2018, ku mbetën të vrarë familjarët e Erion Alibej. Ai akuzohet edhe për përfshirje në grupe kriminale, përdorim dhe trafikim eksplozivësh dhe komunikim të vazhdueshëm me vëllain e tij për të organizuar veprimtari të paligjshme, përfshir sigurimin e vendodhjes së makinerive të grupit kriminal Çobja. Ndërkohë, edhe Armi Stafa ishte i fshirur në Dubai deri në arrestimin e tij. Ai akuzohet për pastrim parash në funksion të grupit kriminal Çobja, që sipas autoriteteve ka vepruar në Elbasan dhe është i përfshirë në një sër aktivitetesh kriminale që po hetojnë nga SPAK. Të dy të arrestuarit do të përballen me drejtsinë shqiptare sapo në Berlin në aeroportin e Rinazit, ndërkohë që autoritetet vijojnë hetimet për të identifikuar bashkëpunëtorë të tjerë në lidhje të mundshme ndërkombëtare të rrjeteve kriminale ku ata bëjnë pjesë. Një fëmijë 6 vjeç që prindërit e kishin regjistruar për të nisur klasën e parë këtë shtator ka humbur jetën në mënyrë tragjike në qytetin e Peshqinit. Dyshohet se i mituri kishte shkuar i vetëm për të larë në lumin Shkumbin, por nuk arriti që të dilte më. Trupi i pajetu gjet pas disa orësh kërkim nga një banor i zonës. Ngjarja ka tronditur komunitetin dhe ka ngritur shqetësim për sigurinë e fëmijëve në hapësira publike të pambrojtura. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Peshqinit mbrëmjen e së martës. Një djalë i mitur vetëm 6 vjeç, që këtë shtator priset të niste klasën e parë, është gjetur i pajet në rrjedhën e lumit Shkumbin. Ngjarja e rëndë ndodhi në datën 10 qershor 2025 rreth orës 19:50 minuta. Pasi nuk ishte parë prej disa orë, halla e fëmijës njoftoi policin për zhdukjen e tij. Menjëherë pas alarmit, forcat e rendit të afërmit dhe qytetarë të shumt u përfshin në një operacion kërkimi përgjatë brigjeve të lumit në afërsi të lagjes Çezme. Trupi i pajet u zbulua rreth orës 21:30 nga një peshkatari zonës në një pjesë të thellë të lumit, ku dyshohet se është krijuar një grop si pasojë e gërryerjeve dhe shfrytëzimit për nxjerrjen e inerteve. Sipas të dhënave paraprake, në trupin e fëmijës nuk janë konstatuar shenja dhune dhe pista kryesore e hetimit është ajo e një mbytyjeje aksidentale. Urimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se fëmia mund të ketë hyrë në ujë për tu larë, si shumë fëmijë të tjerë në këto ditë nxehtëvere, por rryma e fortë dhe thellësia e zonës i kanë rrezikuar jetën. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë e Elbasanit për veprimet mëtejshme, ndërsa policia ka apeluar për kujdes të shtuar nga prindërit dhe institucionet vendore për sigurinë në mjedise të hapura. Në gjykatën penale të Tiranës u dëgjuan sot dëshmitë e 6 personave, mes tyre 4 vajzave të mitura për vrasjen tragjike të 14 vjeçarit Martin Cani në afërsi të shkollës Fanoli, ngjarje që tronditi kryeqytetin në nëntor të vitit të kaluar. Procesi gjyqësor ndaj autorit të dyshuar për vrasjen e Martin Canit, 14 vjeçarit që u qellua me thik vetëm pak metra larg shkollës 9 vjeçare Fanoli në Tiranë, vjoi këtë të mërkurë me dëshmi të 6 personave, ndërsa dhe në gjyqit u thirrën 4 vajza të mitura që mësojnë në klasë paralele me viktimën. Për shkak të moshës së dëshmitarëve, seanca u zhvillua me dyert të mbyllura dhe pa praninë e medjave, ndërsa detaje nga dëshmitë e tyre nuk janë bërë publike. Përveç tyre, dëshmuan dhe 2 të rritur dëshmitarë rastësor, të cilët u thirrën për të ndihmuar në rindërtimin e dinamikës së ngjarjes. Ata nuk ishin lidhje me palët, por ndodheshin pranë vendit të krimit në momentin kur ndodhi ngjarja. Vrasja ndodhi në 18 nëntor të vitit 2024, vetëm 200 metra larg shkollës ku mësonin 2 adoleshentët. Konflikti mes tyre kishte nisur 3 ditë më herët brenda mjediseve të shkollës për motive të vogla që në pamje të parë ishin zbutur, por në fakt ishin shndruar në një përplasje fatale. Autori i dyshuar ishte një bashkëpunëtar i viktimës, ndaj procesi ka marrë ndjeshmëri të lartë publike dhe po zhvillohet në masat posaçme. Seanca e radhës është caktuar në 25 qershor, ku pritet të dëgjohen dëshmitarë të tjerë, ndërsa pritet që procesi të hyjë në fazën vendimtare gjatë muajve të verës. Ishi rektori i Universitetit të Tiranës Dori Kule është paraqitur në ambientet e SPAK-ut për të dhënë sqarime lidhur me hetimet mbi skemën e mikrokredive. Ai tha se u pyet në cilësinë e ish antarit të Bankës së Shqipërisë dhe deklaroi se bashkëpunoi plotësisht me organin e akuzës.
Dhori Kule, ish rektori i Universitetit të Tiranës dhe një figurë e njohur në fushën akademike dhe financiare, u paraqit këtë të martë në ambientet e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rreth orës 11:15. Kule hyri në SPAK për të dhënë sqarime në kuadër të hetimeve që po kryejnë mbi aktivitetin e mikrokredive në Shqipëri, një skem që ka shkaktuar debat të madh për abuzimet ndaj qytetarëve përmes borxheve të vogla, por me pasoja të rënda sociale. Pas më shumë se një orë, ai doli nga godina e prokurorisë dhe deklaroi shkurt për mediat se ishte thirrur për të dhënë për periudhën kur ka qenë pjesë e strukturave të Bankës së Shqipërisë. Isha për të dhënë sqarime për kohën kur kam qenë tek Banka e Shqipërisë, për hetimet që po bëhen për mikrokredit, tha Kule. Burimet pranë SPAK bëjnë me dije se hetimet vijojnë në disa drejtime, përfshirë licencimin, funksionimin dhe kontrollin e subjekteve që kanë ofruar shërbime mikrokredie, ndërkohë që pritet që të thirren edhe persona të tjerë që kanë pasur funksione vendimarrëse në institucionet përkatëse. Ndërkohë SPAK nuk ka dhënë ende informacion zyrtar mbi rolin e mundshëm të Kulesë në këtë çështje. Një konflikt mes 5 personash mbrëmjen e kaluar në rrugën Ali Demi në Tiranë ka degeneruar në dhunë fizike dhe përdorim të armëve të zjarrit. Policia konfirmon se në vendngjarje janë gjetur 2 gëzhonja. Një 26 vjeçar me inicialet GK ka mbetur i plagosur dhe është jashtë rrezikut për jetën. 4 të tjerë janë shpallur në kërkim, ndërsa vijojnë ndërkohë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga përplasja e dhunshme që ndodhi mbrëmjen e së martës në rrugën Ali Demi në Tiranë. Sipas burimeve zyrtare të policisë, rreth orës 23, 5 persona janë përfshirë në një konflikt fizik që u shoqërua dhe me përdorim të sendeve të forta dhe të armës së zjarrit. Nga përplasja mbeti i plagosur një 26 vjeçar me inicialet GK, i cili u transportua menjëherë në spital ku mori ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas uniformave blu, i riu ka dhënë deklarime kontradiktore për ngjarjen, çka ka shtyrë dyshimet mbi motivet dhe rrethanat e konfliktit. Në vendin e ngjarjes, policia ka sekuestruar një shkop bejsbolli, 2 gëzhoja armë zjarri, një automjet dhe 3 aparate celulare që dyshohet si përkasin të përfshirëve. 4 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim dhe po punojnë për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Materialet procedurale për rastin janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprimet mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar motivin e sherrit dhe nëse është përdorur armë zjarri nga ndonjë prej personave të përfshirë në konflikt. Në Shëngjin janë arrestuar 3 persona, 2 kosovar dhe një franceze në akuzën e trafikut të lëndëve narkotike, ndërsa një tjetër kosovar është shpadhur në kërkim. Operacioni policor kamuflimi zbuloi se grupi shiste doza të vogla kokaine, kanabis dhe drogra të tjera në zona të frekuentuara kryesisht nga turistët. Një operacion i koduar kamuflimi në Shëngjin përfundoi me arrestimin e 2 kosovarëve, Altin Gashi dhe Ermal Tahiri. I treti ishte një turist francez, ndërsa një tjetër person, Ardian Gashi, nga Kosova vijon të jetë në kërkim. Sipas policisë, grupi i 4 të dyshuarve ishte aktiv në shitjen e lëndëve narkotike në doza të vogla në zona turistike të Shëngjinit. Ata shistin kryesisht kokainë, kanabis në forma çokolate, MDMA, ekstazi dhe kupurdha halucinogjene. Gjatë operacionit janë sekuestruar drogë dhe pajisje telefonike ku hetuesit kanë gjetur komunikime që provojnë organizimin e veprimtarisë kriminale. Policia vijon punën për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet trafikimi. Regjizori dhe skenaristi i njohur shqiptar Leka Bunko është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare. Lajmin e bëri publik e bija Alba Bunko përmes një mesazhi prekës në rrjetet sociale. Ai la pas një trashëgimni të vyer të teatr dhe kinematografi me vepra që pasqyruan me ndjeshmëri realitetin shqiptar. Kryeministri i vendit Edi Rama i dha lam të mirën duke cilësuar një mik personal dhe një emër të rrallë në kulturën shqiptare. Ka ndëruar jetë në moshën 81 vjeçare regjizori dhe skenaristi i njohur Leka Bunko, një nga figurat më përfaqësuese të teatrit të kinemas shqiptare. Lajmin e trishtë ndau vajza e tij, Alba Bunko, në rrjetet sociale duke shkruar mes emocionesh: "Luftove me sëmundjen më të rëndë të shekullit dhe humbe. U prefsh në paqe dhe faleminderit që ishe babai im." Leka Bunko kaloi në gjurmë të pashlyeshme në artin shqiptar duke kontribuar si aktor, regjisor dhe skenarist. Rrugtimin e tij artistik e nisi në teatrin Bylis të Fierit e më pas në
skenat më të rëndësishme të vendit, me shfaqje që reflektonin jetën dhe sfidat e realitetit shqiptar. Në kinematografi sfikati me filmin Pas fasadës, Pa besia, Gjuetia e fundit dhe Një djalë dhe një vajzë, ku luajti edhe vet, duke lënë një trashëgimi artistike të çmuar për brezat e rinj. Deri në vitet e fundit të jetës së tij mbeti aktiv në skenë me prodhime si Testamenti dhe Ëndër në Papafingo. Lamtumira e Leka Bungos do të jetë këtë të mërkur, ndërsa trupi i tij do të prehet në varrezat e Sharrës, mes shumë reagimesh publike. Një prej më të ndjerëve erdhi nga kryeministri, i cili në një postim në rrjetin social e cilësoi Bungon si një mik të tij dhe një përfaqësues të pazëvendësueshëm të kulturës shqiptare. Ikja e Leka Bungos lë pas një boshllëk të madh në artin shqiptar, por vepra dhe kujtimi i tij do të vijojë të frymëzojë. Në një frym të thellë solidariteti dhe dashurie për tjetrin, Fondacioni i Rinisë Islame nga Zvicra në bashkëpunim me Fondacionin Mirësia në Shqipëri realizoi me sukses një aksion madhor humanitar në prag të Kurban Bajramit. Mira familje në nevojë në Shqipëri, në luginën e Preshevës dhe Bujanoc, përfituan mish kurbanit të shpërndar me përkushtim, transparencë dhe standarde të larta. Digim nga afër këtë histori të vërtet humanizmi, që rikthen besimin dhe shpresën në zemrat e atyre që kanë më shumë nevojë. Për afro 2 dekada, Fondacioni i Rinisë Islame me selin në zyrit të Zvicrës ka qenë një dorë ngrohtë për të varfërit gratë e veja dhe jetimët në trojet shqiptare. Ky mision i pasionuar për bamirësi u konkretizua sërish edhe këtë vit në prag të Kurban Bajramit përmes një aksioni të gjerë dhe të organizuar në mënyrë shembullore. Në bashkëpunim të ngushtë me Fondacionin Mirësia, në Shqipëri u realizua shpërndarja e mishit të kurbanit për qindra familje në nevojë. Procesi u zhvillua sipas standardeve më të larta higjieno-sanitare, nga therrja në thertore moderne të kontrolluara, deri te përpunimi dhe shpërndarja me mjete frigoriferike për të garantuar cilësi dhe siguri ushqimore maksimale. Sot po shpërndajmë pjesën e kurbanëve, kontributi nga vëllezërit Fondacioni i Rinisë Islame në Zvicër. Do përfitojnë nga këto kontribute të Bajram rreth 500 familje në gjithë Shqipërinë, disa zonë Shqipërisë. Falenderojmë vëllezërit Fondacioni Islame, kryetarin, Lulzime, gjithë vëllezërit tjerë që vërtet ka mundësuar mbledhjen e këtyre kurbanëve. Është një kontribut i shumë vjeçar, disa vjeçar dhe vazhdon vëllezërit tonë, bashkëkombësit tanë në Zvicër, shqiptar Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, trevave të ndryshme, mendojnë dhe bashkohen me ne në këto festa Bajrami. Është një traditë shumë e bukur, falenderojmë vëllezërit në Zvicër, Fondacionin Islame, cilët çdo vit në Kurban Bajram, në Fitër Bajram gjenden pranë nesh, pranë familje nevojë. Sot janë rreth 200 familje jetim, të cilët do të përfitojnë nga këto kontribute. Edhe nesër po gjithashtu do të përfitojnë familje të tjera nevojë. Është një traditë e bukur dhe shpresojmë që inshallah të vazhdojmë këtë traditë, të jemi ndihmë pranë familjeve në nevojë. Ekipi i televizionit Drita ndoqi nga afër të gjithë këtë proces për të siguruar qytetarët dhe donatorët se çdo ndihmë shkon atje ku duhet me ndershmëri, transparencë dhe respekt të thellë për dinjitetin njerëzor. Ndërkohë, shpërndarja e kurbaneve ka vijuar edhe në luginën e Preshevës dhe Bujanocit, ku janë dhuruar plot 265 kurban për jetimët, të varfrit dhe njerëzit në nevojë. Një falënderim të veçantë dua ta bëj për Fondacionin Rinor Islam në Zvicër me kryetarin e nderuar Lulzim Lecaj, që edhe këtë vit në 2025 bashkëpunoi me ne për thirrjen e kurbanave. Nga kryetari kemi marrën 265 kurbana, të cilat i janë dedikuar komunës së Preshevës dhe Bujanocit. Fondacioni i Rinisë Islame, i njohur për kontributi më të madh në mesin e fondacioneve që veprojnë në trevat shqiptare, apelon tek të gjithë besimtarët dhe njerëzit e vullnetit të mirë, t'i bashkohen këtij misioni human për të sjellë sadopak dritë në jetën e atyre që kanë më shumë nevojë. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Ka dështuar edhe përpjekja e 30 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës duke thedhuar krizën institucionale që po zgjat prej 6 muajsh. Edhe kësaj radhe, arsyeja mbetet mos votimi i komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjet e kryeparlamentarit. Palët politike nuk tërhiqen nga qëndrimet e tyre, duke lënë kuvendin jashtë funksionit dhe vendin pa një ligj të ri. Seanca e radhës është caktuar me 13 qershor në orën 11. Kriza më e gjatë parlamentare në historinë e Kosovës po vijon pas një zgjidhje në horizont. Përpjekja e 30 të përkonstituimin e kuvendit ka dështuar sërish me të njëjtin skenar që ka bllokuar çdo tentativë të mëparshme. Mungesa e votave për ngritjen e komisionit për votimin e fshehtë për kryetarin e kuvendit.
Seanca e radhës është parashikuar për 13 qershor në orën 11, por me palët që mbeten të ngurta në pozicionet e tyre nuk ka sinjale për ndonjë ndryshim thelbësor. Kosova po hyn në muajin e 6 pa kuvend funksional. Asnjë ligj nuk është miratuar dhe asnjë marrëveshje nuk është ratifikuar. Institucionet ligjvënëse kanë mbetur jashtë kontrollit e pa mbikëqyrje parlamentare, një situatë që po ngre shqetësime serioze për funksionimin demokratik të shtetit. Në qendër të bllokadës është emri Albulena Haxhiut, kandidatura e vetëvendosjes për kryeparlamentare, e cila po refuzohet kategorikisht nga PDK dhe AAK, të cilat e cilësojnë si jo unifikuese. Ndërkohë LDK ka përsëritur qëndrimin e saj se nuk do të votojë asnjë kandidat të propozuar nga LVV. Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve me 48 mandate akuzon opozitën për mungesë bashkëpunimi dhe refuzim të përgjegjësisë institucionale, por nuk po arrin të sigurojnë mbështetje minimale prej 61 votash të nevojshme për të zgjedhur kryetaren e kuvendit. Ngërçi politik nuk po jep shenja zgjidhjeje, ndërsa qytetarët vazhdojnë të mbeten pa përfaqësim të plot parlamentar dhe pa funksionim normal të shtetit. Qeveria në detyrë e Kosovës ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e lidhur me propozimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë në përputhje me kushtet e përcaktuara dhe kriteret e sundimit të ligjit dhe rendit publik. Qeveria në detyrë e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është e gatshme të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë. Përparim kryeziu zëdhënësi i qeverisë në detyrë, tha se gjatë një periudhe njëvjeçare mund të zhvendosen deri në 50 persona me qëllim që t'u lehtësohet kthimi i sigurt në vendet e tyre të prejardhjes. Qeveria ka mundësinë të përzgjedhë individ nga një listë e propozuar nëse ata plotësojnë kriteret e përcaktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik, tha kryeziu. Në të njëjtën kohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se vendet e Ballkanit Perëndimor janë përfshirë në një strategji më të gjerë amerikane për dëbimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar në mënyrë ligjore. Partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë për t'i dhënë fund krizës së migrimit të paligjshëm dhe masiv, theksoi Dash, duke shtuar se politika e migracionit e administratës së presidentit Trump mbetet një nga prioritetet kryesore. Ky bashkëpunim synon të menaxhojë më mirë flukset migratore dhe të sigurojë kthimin e organizuar dhe të sigurt të shtetasve të vendeve të treta duke respektuar rregullat dhe standardet ndërkombëtare. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Austria është rronditur nga një prej sulmeve më të rënda në historinë e saj moderne, kur një 21 vjeçar i armatosur vrau 10 persona në shkollën e tij të mesme në qytetin e Grazit. Mes viktimave është edhe një vajzë nga Kosova. Agresori veproi vetëm dhe më pas vrau vete në një nga banjot e shkollave. Një ngjarje tronditëse ka goditur Austrinë, ku një 21 vjeçar ka hapur zjarr në shkollën e tij të mesme në qytetin e Grazit duke vrarë 10 persona përpara se t'i marrë jetën vetes. Sulmi ndodhi në orët e paradites së të martës dhe është cilësuar si një ndër më të përgjakshmit në historinë e fundit të vendit. Viktimat janë gjetur në kate të ndryshme të godinës, si brenda, ashtu edhe jashtë shkollës, ndërsa 10 persona të tjerë mbeten të plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike për jetën. Në mesin e viktimave është konfirmuar edhe një vajzë me origjinë nga Kosova, lajm që ka shtuar edhe më shumë dhimbje në komunitetin shqiptar në Austri. Policia thotë se autori veproi vetëm dhe nuk kishte përfunduar kurrë shkollën në këtë institucion. Në shtëpinë e tij u gjet një bombë artizanale e pa aktivizuar, ndërsa një letër lamtumire e lënë nga agresori nuk përmbante shpjegime për motivin e krimit. Autoritetet janë duke hetuar aktivitetin e tij në internet, ndërsa disa media lokale kanë raportuar se i riu mund të ketë qenë viktimë e bullizmit gjatë kohës së shkollës, megjithse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Franz Ruf, drejtori i përgjithshëm i sigurisë publike në Austri, u shpreh se hetimet po kryhen me përparësi dhe pa spekulime. Ngjarja ka shkaktuar një reagim të fortë solidariteti në të gjithë vendin. Qindra qytetar janë mbledhur në sheshin kryesor të Grazit për të nderuar viktimat me qirinj dhe lule, ndërsa 10 të tjerë janë arrestuar për të dhuruar gjak për të mbijetuarit. Presidenti dhe liderët e partive politike kanë shprehur dhimbjen dhe bashkëngjitjen në këtë moment zije, duke pezulluar përkohësisht për plasjet politike. Austria ka shpallur 3 ditë zije kombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me një val protestash të emigrantëve të jashtëligjshëm që kundërshtojnë arrestimet dhe dobimet. Në disa qytete, manifestimet kanë marrë trajta të dhunshme, duke detyruar autoritetet që të shpallin shtetërrethim dhe të angazhojnë forcat e sigurisë. Në Texas dhe Kaliforni janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe policisë. Presidenti Donald Trump mbron vendimin për dërgimin e mira trupave dhe paralajmëron se e njëjta situatë mund të përfshijë edhe Europën.
Pavarësisht reagimeve të ashpra nga zyrtarët lokal, presidenti amerikan Donald Trump po vijon me mobilizimin e mira trupave ushtarake për të përballuar protestat gjithnjë më të dhunshme të emigrantëve të jashtëligjshëm në disa shtete amerikane. Prej fundjavës së kaluar grupe të mëdha protestuesish kanë dalë në rrugë duke kundërshtuar arrestimet dhe procedurat e dëbimit të urdhëruara nga Agjencitë Federale të Imigracionit. Manifestimet që nisën si shfaqje pakënaqësie janë kthyer në përplasje me policinë dhe akte vandalizmi në qytete të mëdha si Austin dhe Los Angeles. Në Texas, guvernatori republikan Greg Abbott ka deklaruar se do të kërkojë mbështetje nga garda kombëtare për të ruajtur rendin publik, pasi në kryeqytetin Austin protestuesit u përplasën fizikisht me forcat e rendit. Tensioni pritet të përshkallëzohet në ditët në vijim, ndërsa masat e sigurisë janë rritur ndjeshëm. Në Los Angeles, autoritetet vendore shpallën shtetërrethim të pjeshëm për një javë duke kufizuar lëvizjen në një rreze prej 2 kilometrash nga qendra e qytetit. Kryetaria e bashkisë Karen Bass, megjithse vetë demokrate, është kundër ndërhyrjes së trupave federale, ashtu si guvernatori i Kalifornisë. Të dy e konsiderojnë vendosjen e 4700 trupave ushtarake në qytete si një përshkallëzim të panevojshëm të tensioneve, por presidenti Trump mbetet i palëkundur. Gjatë një vizite në një bazë ushtarake në Karolinën e Veriut, ai mbrojti vendimin e tij dhe e quajti ndërhyrjen të domosdoshme për të shmangur kaosin. Madje ai shkoi më tej duke paralajmëruar vendet europiane për një rrezik të ngjashëm nga emigracioni i pakontrolluar. Po nuk veprua tani do të jetë shumë vonë. Ajo që ndodhi në qytetet tona mund të ndodhë edhe në qytetet tuaja, deklaroi Trump. Me protesta që zgjerohen dhe tensionin që rritet, Shtetet e Bashkuara ndodhen përballë një sfide të fortë ku përplasja mes politikës federale dhe autoriteteve vendore thellohet përdit, dhe në këtë përplasje emigrantët e jashtëligjshëm janë në epicentër. Pas një përplasje të fortë virtuale me presidentin amerikan, Elon Musk është tërhequr nga qëndrimet e tij të ashpra ndaj Donald Trump. CEO-si i Teslas shprehu pendes për postimet në rrjetin X, të cilët ai veti cilësoi si të tepruara. Konflikti mes dy figurave të njohura shënoi një kthes të papritur në marrëdhënien e tyre të ngushtë gjatë mandatit të dytë të Trumpit. Elon Musk ka zbutur tonin ndaj presidentit amerikan Donald Trump, duke shprehur keqardhje për disa deklarata të forta që postoi javën e kaluar në platformën X në pronësi të tij. Shefi ekzekutiv i Teslas dhe SpaceX, i njohur për qëndrimet e tij shpërthyese në rrjetet sociale, tha se shkoi shumë larg në komentet e tij kundër presidentit, duke theksuar se do të ishte më i kujdesshëm në të ardhmen. Përplasja midis tyre nisi me tone të ashpra publike kur Musk publikoi një sër akuzash për fshirje atë se emri i Donald Trumpit figuron në dosjet e abuzuesit të dënuar seksual X, Jeffrey Epstein. Ai shkoi më tej duke kërkuar edhe shkarkimin dhe hetimin e presidentit për shkak të lidhjeve të dyshuara. Trump reagoi menjëherë duke thënë se Musk kishte humbur mendjen dhe se ishte i lodhur që kur u largua nga shtëpia e bardhë në fund të majit. Elon Musk ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të fushatës së dytë presidenciale të Trump, duke kontribuar financiarisht me $300 milion, duke marrë pjesë aktive në strategjinë për reformimin e administratës. Ai u largua nga roli i tij si këshilltar i lartë qeveritar muajin e kaluar pasi kishte drejtuar përpjekjet për shuarjen e agjencive federale dhe reduktimin e burokracisë. Kjo tërheqje publike e Musk shihet si përpjekje për të shmangur një konflikt të zgjatur me presidentin në një kohë kur ndikimi i tij në opinionin publik mbetet i madh. Ndërkohë marrëdhënia mes dy miliarderëve mbetet e tensionuar dhe e paqartë për të ardhmen. Të nderuar teleshikuesë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 12 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 36 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 33 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri në 32 gradë. Tiranë, 18 deri në 35 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 33 gradë Celsius. Kavaj, 18 deri në 34 gradë. Elbasan, 17 deri në 35 gradë.
Bera, 18 deri në 36 gradë Celsius. Korçë, 15 deri në 30 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 33 gradë. Gjirokastër, 17 deri në 35 gradë. Sarandë, 19 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 12 qershor 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe temperatura të moderuara në të gjithë vendin. Temperatura minimale do të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 27 gradë. Skënderaj, 12 deri në 27 gradë. Pej, 13 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 28 gradë. Malishev, 13 deri në 27 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 27 gradë. Ferizaj, 12 deri në 27 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 27 gradë. Suharek, 14 deri në 27 gradë. Prizren, 13 deri në 27 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.